pas ju Rudi, a? Rudi? Unë kam jetu në Kanadë që 16 vjetë edhe jam kthy për çet punë. Je kthy prej Kanadës në Kosovë për me u kujdes për... Po, prej diasporës, prej Gjermanisë, ka njerë prej Amerikës, që ato dy vende janë që vinë mas shumë të njerës, po edhe prej Kosovës tash na u kanë rritë adoptimet. Jo, deri tash nuk kemi marrëveshje me komunën, na punojmë privatisht, edhe kemi krejt donacionet që na vinë janë individuale, dhe kështu që pi japin pare për ma adoptu. Jo, nuk besoj, mas mirë të është me qitë fokusin në sterilizime, edhe në kastrime që të përqenë të rrugës, me punën teme, sa ata janë në fakt për mu kriminela. Si me përdor kafshën, si me përdor mu përla me zveti, ajo nuk është send që... Njona prej temave ma kryesore dhe që është komentu jashtëzakonisht shumë gjatë vitit 2023 është edhe adoptimi i qenve, i cili është një projekt i përparim Ramës për çdo qen të adoptuar nga 50 euro. Na sot jemi orë në një strejmure në Graçanic, po dojna me i pyet paka shumë që shkon procedura këtu, edhe të e ditë që ky projekt i përparim Ramës ka dështu për shkak që ka pas shumë pak aplikime. Se çka kanë me na thonë nga kjo strejmure, hajde një bashkë me njëve. Mundesh më na tregu pak ma ullësish për strejmoren e juj? Po, na jemi Prishtina Dog Shelter, jemi këtu që 12 vjetë jemi të punu, po me strejmore këtu jemi 2-3 vjetë, dhe na zakonisht i marim qenë prej rrugës, ose na dërgon dikush na i qenë që është në gjendje të keqe, edhe i trajtojmë, i sterilizojmë, edhe tani mas ne kanë shansë mu adoptu, ose me u kthy prap ku i kemi gjetë. So janë për momentin, so qenë janë këtu të strehun? Na e kemi limitin ja 50-55, zakonisht kur i marim, jemi ose të i trajtu për na i smundja dhe përkohësisht i majmë, ose kur i sterilizojnë na rritët numri pakës, po zakonisht qatë numër e kemi. Njerëzit që vinë me adoptu qenë këtu, janë vetëm për Kosovë apo edhe jashtë saj? Jo, kemi njerëz prej gjithkaj që vinë, zakonisht po na vinë ma shumë të prej diasporës, prej Gjermanisë, ka njerë prej Amerikës, që ato dy vende janë që vinë mas shumë të njerës, po edhe prej Kosovës tash na u kanë rritë adoptimet. Që shkon procedura për me adoptu një qenë të jo? Për neve, nëse jetu adoptu këtu në Kosovë, është procedura shumë e shpejt. Mundeni me marë qenin me zgjedh, edhe na i trajtojmë, i vaksinojmë, ja bëjmë mikrochipin, edhe i sterilizojmë. Edhe tani japim për adoptim, veç me një çmim të vogël për qenin. Nëse për marrë njerëz të jashtë, është çmimi pak më i shtrejtë, se duhen ose me aeroplan, ose me gjetë na e mënyrë tjetër me ftu me qenë. Edhe duhen me bo titër testin me këqyra kanë tërbimin. Do me thanë, ajo merr një 3 muaj për karantinë, 1 muaj për vaksinimin. A mundesh më na nda me neve sa është çmimi për me adoptu në Kosovë dhe sa është jashtë? Për këtu është një 150, veç për krejt ato procedurat, për vaksinimin, mikrochipin edhe trajtimin. Për jashtë më varet ku e merr, po çmimi për titër test është sa e di unë një 200 te veterinart, për me çu te laboratori, edhe mandej adoptimi është 150, edhe fluturimi duhet mu pagu. Cilat janë racat ma të vështira me i mbajt edhe cilat janë ma të lehta me i mbajt? Për raca na kemi lloj-llojshme, po zakonisht klysht janë pak ma lehtë me i mbajt edhe mi këqyr, po njëjtën kohë ata smuhen ma shumë ti, janë pak ma të shtrejt me i mirë mbajt. Për qatë arsye kemi atë çmimin e adoptimit, me na mbulu edhe për çështje shëndetësore të qenve, mi qu te veterinari kur i vynë, edhe për raca nuk ka gale, na e këshyrim, a ka naj problem me sjellje, a janë të egër, qështët, për ndryshe nuk ka problem për racë. A mundesh më na tregu pak që shkon procedura prej fillimit kur janë atë vegjël? Rudi! Prej fillimit kur janë vegjël, që shkon mënyra ushqimit derisa të rriten?
Po, nëse na vinë shumë të vegjël, është shumë vështirë mi majtë gjallë, duhemi mi këshyr 24 orë. Zakonisht ose i marrim te fosteri, në shtëpi i majnë, për me mujtë me mbi këshyr mi dhanë qumsht si duhet. Kur marrim klysh, duhemi mi mbi këshyr 24 orë. Do me thanë mi a këshyr shnetën, mi a bo vaksinat si të rritën pakës, po nëse janë pa nane, kanë shansën ma të ullët për me mbjetu. Edhe nëse mbjetojnë, se zakonisht marrin virusin e parvës, ajo shumë virus i keq që mundet mi smu krejt shumë shpejt nëse s'kan vaksina dhe imunitet. Po nëse mbjetojnë, mundemi mi që për adoptim rreth 4-5 mujve që ashtu diçka. Gjatë vitit 2023 ka qenë një ndër temat kryesore, sidomos në komunën e Prishtinës. Adoptimi i qenëve ndërsa. Ka keni pas ndonjë marrëveshje me komunën Prishtinës? Jo, deri tash nuk kemi marrëveshje me komunën, na punojmë privatisht. Edhe kemi krejt donacione që na vjen janë individuale, do me thanë njerëz që na japin online që na dërgojnë pare, edhe që ato që tash për moment për na mirëmajnë. Kishtë qenë mirë me bashkëpunu me naj komunës së Graçanicës ose Prishtinës, po deri tash nuk kemi pas naj lidhje. Besoj që keni dëgju që ka dështu projekti përparim Romës për adoptimin e qenëve për shkak që ka pas shumë pak të interesuar. Çfarë mendimi ki për shto? Po na sa kemi pa, nuk kemi pas shumë njerëz në komunë Prishtinës që janë interesu për çet plan. Ose s'kan pas arsye me marrë qenë, ose ata që kanë pas qenë që janë dasha mirë të kafshëve, kanë pas qenë ma herët dhe s'kan mujtë mi regjistru. Do me thanë, ka njerëz që i kanë marrë për rrugës mati edhe s'kan mujtë. A mendon që munden me u shpëtu qenët ndacak me këtë farë adoptimin? Me mënyrën tonë. Si me pare? Kështu që pi japin pare për me adoptu. Jo, nuk besoj. Mas mirë të është me qitë fokusin në sterilizime edhe në kastrime që të përqenë të rrugës. Të kishen për mu ne i kisha sterilizu qenë të shpisa, ata po bojnë mas shumë të problem kur po pjellin, mas ne pi bin njerëz klysht, ose pi lëshojnë në rrugë, ose pi bin të na. Do me thonë që fokusi duhet me qenë të sterilizimet definitivisht, e jo të veç mbajtja qenëve në shtëpi. A mundesh me na tregu pak tash për vetën, qysh ja keni me pas të këtë dashni për kafshë, edhe qysh është për ty me hynë mesin e këtë qenëve edhe me duru ata të këtë dashni? Po, une jam rritë në një familje që krejti kemi dash kafsht, kështu që jam mësu prej një moshës të hershme me qenë me kafsh. Unë nuk kam qenë gjithë dasha mire e qenëve, në fakt kam pas veç një qenë jetë që këtë madhin, edhe jam frigu prej qenëve që kam shti vetën pakës me te kalu atë frikë, se kam pa që është me rëndësi për me gjetë edhe vetën nërmjet kafshëve. Unë kam jetu në Kanadë që 16 vjetë edhe jam këthy për qëtë punë. Je këthy prej Kanadës në Kosovë për me u kujdes për? Po, për kafshë. Për qatë arsye jam këthy se kam pa që është puna këtu me qenë në rrugë edhe më ka arë shumë të qysh keq edhe për shoqninë edhe për kafshë që pisha. Po edhe kam ndi një farë lidhje me njerëz të këtujt se edhe ata po provojnë me bo shumë. Edhe plot ka aktivista, plot ka njerëz që dojnë me bo sende të mira për qenë edhe po dojnë me punu së bashku. Këtë në fund një pyetje. Besoj që i ki po shumë shpesh në rrjetet sociale, postohen video ku persona të ndryshëm organizojnë gara me kafshë. Çfarë mendimi ki për so? A din, unë provoj asaj botës mi ndetë shumë largë, se nuk ndërlidhet me punën teme, se ata janë në fakt për mu kriminela. Si me përdor kafshën, si me përdor naj mu përla me zveti, ajo nuk është send që nuk i kisha nejt afer atë në njerëzve. Ta kisha ditë të kënë që ashtu që bën, i kisha ndalë kontaktin me ta, s'kisha mujt me majt.
Një mesazh për këtë persona që i dojnë kafshët po friksohen prej tënve edhe kishin dashur me pas dashnin që e kiti për ta. Cili kishte qenë mesazhi? Unë kisha thënë ka plot njerëz që kanë kafsh në shtëpi që i majnë. Mas mirë ti është me mësu prej njerëzve që i majnë në shtëpi edhe që janë kafsh të dresume. Se ka edhe kafsh në shtëpia që nuk janë të dresume shumë mirë edhe prapë ti që janë agresiv. Pra gjej dikën që i don kafsh edhe ka të dresume edhe mësoju prej atyne.